Përshëndetje YouTube-i, mirë se erdhët në një vlog të ri. Tani po nisem për tek ai bashkëpunimi që vë thash tek video e kalume. Mundohem të filmoj pak, t'ju tregoj se për qa bëhet fjalë dhe në fakt mund t'ja them që tani se qa do bëjmë. Do bëj vetullat, microblading ose nuk e di se si ishte një metodë tjetër, se di, do i shofja goca se për çka kam nevojë dhe do bëj vetullat. Domethënë ky është bashkëpunimi, jam shumë e lumtur sepse siç ju thash nuk është gjë shumë e vogël për kaq pak sa kam unë dhe sidomos është fiks periudha që unë desha të bëja diçka tek vetullat dhe ajo goca sikur e dinte dhe më shkruajti në periudhën perfekte. Dhe atë po bëj. Tani jemi në një supermarket, ka shku motra të bëj diçka, do pres motrën të vi dhe do nisemi direkt për tek salloni i asaj gocës që do ja dhe emrin, Microblading by Eda, më duket se e ka, po që t'jem e sigurt do ta verifikoj edhe një herë do ja dhe emrin këtu dhe shifemi atje. Mami? O diabetes? Açaí bukur ye.
që keni vënë re, këto ditë maj në përgjithësi, që sot është data 10 maj, ne kemi pas gjithë festa, gjithë ditëlindje, domethënë shumë gjë e bukur, jemi kënaq, po edhe jemi lodh. Aq shumë jemi lodh sa që unë s'kam filmu dot shumë. Besoj se tani do qetësohem pak domethënë nga festat. E kam në një ditëlindje tjetër, po pak më vonë, nga data 20 kështu. Dhe besoj se do rikthehem prap fuqishëm, sepse edhe shumë më keni kërkuar, më keni shkruajt, duam 2 video në javë. Unë domethënë gjithmonë mundohem të bëj 2 video në javë, por në fakt doja t'ju bëj edhe një pyetje. Do e bëj në Instagram këtë pyetje, por do e bëj dhe ju, se më shumë më intereson pjesa juaj, që dua të di, a doni 2 video në javë me nga gjysmore 25-28 minuta ose shumë ta 40 minuta, apo doni një video në javë që mund të jetë mbi 1 orë. Si ta mendoni ju, si të pëlqeni ju, unë ashtu do ta bëj, sepse për ju po e bëj më shumë këtë gjë. Dhe më komentoni këtu, dhe siç ju thash, do bëj këtë pyetje edhe në Instagram dhe do shoh ç'a kërkohet më shumë, atë do bëj. Dhe siç po ju thosha, maj deri tani ka qenë shumë i bukur, ka pas ditëlindjen motra, një shoku jon, burri, Lori domethënë, do e ket prap një shoqja jon nga data 20, nga data 26 e ka Kunati, kështu që ka qenë maj ka qenë plot. Edhe sot jemi në Tiranë, jam bashkë me Lorin dhe Çunin. Çunin e kam këtu mbrapa, Lori po merret me një makinë, se kemi marrë në një servis të në Tiranë. Erdhe me një makinë, do kthehemi me 2 tani. Dhe kur t'ikin në Durrës, kur t'ikin në shtëpi, shohim çfarë do bëjmë ne. Jo, unë këtë periudhë kam bë goxha blerje, si për vete, si për Çunin. Nuk është se ja kam tregu dot. Ato atletet e Çunit ja u tregova, kam një pako tjetër të Çunit pa hap. Ju tregova dhe ato dhuratat që më solli Sia. Dhe kështu, çka kam marrë tjetër? Kam porosit shapka, 4 palë shapka me ngjyra të ndryshme, nga këto si puf që i përdorun, që janë edhe me pak tak. Edhe çka kam marrë tjetër unë? E di që kam marrë 1-2 gjëra tjera, por nuk po kujtohem tani. Kur t'ikin në Durrës, mund dal pi një kafe me mamin, me motrën, dhe do mundohem t'ju marrë me vete, t'ju tregoj që të bëjmë gjatë ditës. Shikoni çike dhe gjendjen e vetullave. Sot është dita e 4 që kam bë vetullat, dhe shifeni pak sa perfekt janë. Kam filluar shkriju kjo korja, edhe pak duhet bi korja, po shikoni prap sa perfekte janë vetullat. Dhe është bërë nami për to vetullat e mia. Më kanë shkruajt jashtëmasë shumë në Instagram, e shoh që edhe faqes i kanë shkruajt shumë, i ka bë follow shumë goca që më njohin, dhe deri tani diku 4-5 veta më duket se kanë shkruajt, kanë lanë orarin, dhe më bëhet shumë qefi për këtë gjë që më keni besu në këtë në bërjen e vetullave, dhe pëlqyet punimi që u bote unë, dhe do e boni dhe ju. Ika pra tani se për pak do nisemi për në Durrës.
që të bëjmë çik muhabet dhe ta mbyllim këtë vlog sot që ta editoj dhe ta postoj nesër, sepse jam i çik vonë me këto vlogjet e fundit. Po thash pa u qik të ky veni se më kishte marrë malli, nuk ta mbyll. Dhe më shbo si tip tradite tashi që sa herë ulem këtu, një gjë do ju tregoj. Pavarësisht se unë ju thash, këtë javë kam pas shumë blerje, shumë pako, edhe më kanë ardhur dhurata për çunin, po janë hap të gjitha pakot, se mirë unë që jam tip që nuk duroj dot, i hap direkt, po kam dhe çunin ashtu. Çuni po pa një pako, një qese, një dhurat, një gjë të re, o do e hapi o do plasi. Kështu që e vetmja gjë që unë kam arritur ruaj është kjo dhurata që i ka ardhur nga kushërira e Lorit, do të thënë goca e hallës Lorit. Dhe këtë ja kam qef se kam hap që ta hapim bashk. Unë kam pas se qa është, me të drejtën, po e futa direkt tu, pra të qesja vetë që ta shohim bashk, sepse ishte një super ide për dhurata, që t'ja bëni dikujt. Ja si e ka paketinin, në fillim. Dhe shkruan për idet më të bukura, shkruan këtu. Ka kështu dhe zemra, yje, dhurata. Dhe qeka nga Lila Dekor. Kur të hapni këtë kuti, do të bëheni të lumtur. Këto shkrimet, këto personalizimet e kutijave dhuratave mund më pëlqejnë shumë. Nuk pëlqej kur e lejnë të thjeshta fare. Sikur një detaj të vogël ta kenë, është mjaftueshëm për t'i tërhequr vëmendjen blerësit. Ja çka ka brenda. Është një shkronja O, dhe këtu shkruan Odin, është komplet e punuar me dru, dhe është një arë kursimesh, është transparente dhe futu brenda monedat e vogla dhe duken, do të thënë, nga pjesa para është komplet transparente, ndërsa mbrapa është po prap me dru, dhe është një super ide. Ja, këtu ka atë hapësirën se ku futen monedat, ka dhe këtë si tip platforme që të ri kështu të ri drejt, do me thënë, dhe është shumë e bukur. E falenderojmë shumë Lirën, sepse Lira quhet, e kemi shumë xhan. Ka bo do me thënë një dhuratë që Odi nuk e kishte. Odi ka sa dush nga këto arkat e kursimeve. Ka një në formë shtëpie të kuqe që ja ka bë dhuratë një drejtoresh e një banke që kemi ne aty afër. I ka ble mami dhe ato ke xhamba, ato thjeshtat, po kaq të bukur ne nuk ishim. Është shumë e bukur, shumë e veçantë dhe jam e sigurt që do i shkoj Odit shumë me dhomën e vet. Ishte vetmja pako që unë arrita të ruja, që t'ja u tregoja, sepse jo, paka shumë i kam tregu dhe ato blera që mboni Lori, dhurata që mboni Lori, syzet e atletet, pucët, po nuk i kam tregu një kostum fantastik që i ka ble Kesi çunit, kështu me mangë shkurtra e me kratë shkurtra për verë. Ja ka ble duket me Supermanin. Dhe ishte shumë e bukur, po unë sa e pash, ja hoqa etiketat, e lava dhe aprovova çunit. Po gjithsesi, këto ditë do e vesh patjetër sepse koha e mirë po vjen dhe do e shihni. Unë doja të flisja në fakt dhe për procesin e vetullave, sepse siç ju thash më përpara, është bo nami me vetullat e mia. Më kanë shkruajtur shumë, i kanë pëlqyer shumë dhe janë për të pëlqyer sepse janë perfekt fare. Besoj se pas nesër, jo nesër, sepse tani sa ka filluar procesi që do bi korja, pas nesër besoj 100% i ka rënë dhe do e shohim mirë fare se si do jetë punimi. Dhe në rast se do më pyesni, a ishte proces i dhimbshëm, sepse ka shumë nga ju që se kanë bërë kur këtë lloj procedure, nuk mund t'ju rrej që t'ju them që nuk dhem. Po nuk është dhimbje që nuk durohet. Durohet,
domethënë shtresa e parë, dora e parë që kalon nuk është e dhimbshme. E dyta do them pak sepse duke qenë se lëkura e pati një bezdisje, një gricje, dhe kur kalon herën e dytë normalisht e themi çik më shumë. Ndërsa ajo mbushja e tretë, as ajo nuk është se më dhimbti shumë. Vetëm kjo, shtresa e dytë më dhimbti, po marron punë shumë shpejt, kështu që duke menduar se sa bukur dalin dhe që bjen rehat, është e durojmë ne femrat për të bërë çik më të bukura se që jemi, i durojmë të gjona, s'kemi ç'a bëjmë. Unë ja u super sugjeroj gocave që ishin si rasti im, që se ka shumë goca që kanë vetëm shumë të bukur, shumë të trash vet, po diku tek tuk mund të kenë nevojë për një mbushje ose për një formë tjetër. Unë thash dhe në Instagram, folja pak me gocat e Instagramit, që unë vetëm gjithmonë e kam pas të trash dhe e kam pas shumë shumë të bukur. Kam pas vetull të plot. Dhe nga fillimi i vetullës deri këtu tek këndi, e kam pas origjinalisht që kam tani, vetëm se pak më të trash, domethënë, po nuk më vinte bishti kaq i ngretur. Bishtin e kisha për poshtë dhe sikur më mbyllte pak syt. Dhe gjithmonë e kam dash këtë bishtin kështu të ngretur dhe e bona më në fund. Jam shumë shumë e lumtur. Madje tani po më kruhet se kur del ajo koha dhe po çrohet vetulla, të kruhet pak. Po jam duke mbajt me nga 2 herë në ditë e luj me Bepanten, me krem që të më shërohet më shpejt edhe të kem efekt më të bukur dhe më të mirë. Kaq doja t'ju thoja për sa i përket vetullave dhe çfarë doja t'ju tregoja gjë tjetër. Kam 2 gjëra për t'ju thënë. E para është që bona pyetje në Instagram që ju thash dhe pyetja ishte, doni t'ju bëj 2 video në javë me nga gjysmë ore 20 minuta apo doni një video në javë me 1 orë? 78% e përgjigjeve ishte 2 video në javë. Kishte edhe nga ato ishte një 10-15 goca që më kishin shkruajt do bosh 2 video në javë me nga 1 orë. Kishte nga ato që më thonë video për ditë, shumë pak. Ai ishin 2-3 goca që më thanë dum një video në javë me 1 orë. Kështu që me shumicë votash fiton versioni 2 video në javë me nga 20 minuta gjysore ose shumë ta mundohet ndonjëherë 40 minuta. Kështu që kështu do bëjmë dhe ju falenderoj shumë për gjithë ju gocat e Instagramit që morët pjesë dhe për ju që vazhdoni, jepni mendimin e ju sepse gjithsesi unë do mbledh sa më shumë mendime. Ndërsa gjëja e fundit që doja t'ju thoja para se ta mbyll është se për pak po arrim 1000 subscribers. Për pak domethënë verifikohet, monetizohet profili im, vlogu im, kanali në YouTube dhe për këtë gjë jam shumë e lumtur sepse janë shumë pak kohë, unë vetëm 7 muaj kam që e kam hap vlogun dhe nuk është se kam bërë shumë video dhe për këtë gjë jam jashtëmase e lumtur që po arrim kaq shpejt këtë lloj kuote dhe ajo që doja unë t'ju thoja në këmbim të asaj mirësisë, dashurisë dhe lumturisë që më jepni ju mua, unë në momentin që do arrim 1000 subscribers, do krijoj një dhuratë për ju. Domethënë, ideja ime është kjo, do bëj një çantë plot me make-up, sepse gjë e përbashkët që na pëlqen në gjithë gocave është make-upi. Domethënë kemi qef edhe veshjet, edhe detajet, bijut e më the tash, po veshjet janë pak më personale, që unë nuk ja u di domethënë. Ndërsa make-upi do s'do ai është, fondatina, highlighteri, paletat e syve, buskuqi, lapsi, lip glossi, këto janë domethënë gjërat që përdoren në make-up dhe kam menduar që duroj një nga ajo çanta, njërën, domethënë t'ja jap njërës për jush. Me shpirt do doja t'ja jepja të gjithave, gjithë ju që komentoni, që keni bërë subscribe dhe që do mboni,
po kjo gjë është pothuajse e pamundur, po unë do, siç e keni vënë re deri tani, në 7 muaj 2 dhurata I kam bë, do bëj gjithmonë, sa herë të arrim, domethënë, një diçka caktuar ose sa herë që të kemi ndonjë fest, të kemi ndonjë ide për t'ju dhëruar diçka, është e sigurt që do ta bëj, sepse jam njeri që lumturohem dhe më shtohet jeta kur I dhuroj tjerëve diçka, dhe këtë herë kjo është ideja ime. Kam një çantë shumë të bukuros që ta marr tani është këtu, t'ja u tregoj. Ja, kjo do jetë çanta që unë do ta mbush plot për ju, me make-up-e, mund të fusë ndonjë bizhu, qof që do më pëlqej kur shkoj të blej, dhe kjo loja do funksionoj kështu. Në videon që unë do postoj që e kam arrit 1000 subscribe, videon do me thënë pasarse, ju do komentoni tek ajo video, dhe vajza ose personi se mund të jetë çun ku dëgjon tani nuk e di, po besoj se gozë do jetë, vajza që do marri më shumë like te komenti është ajo që do fitoj çantën me make-up-e, sepse nuk kisha si ta bëja ndryshe, se dhe për ju dhe për mu është më e kollaj dhe si më e ndershme që ta bëjmë kështu. Ju komentoni dhe thojeni shoqeve, miqve, kushurirave, që t'hynë sa më shumë dhe të bëjnë like. Goza që merr më shumë like, direkt do t'i shkoj me post në shtëpi çanta me make-up e plot. Këtë gjë mendova të bëjmë, shpresoj t'ju pëlqej, dhe siç ju thash do mundohem gjithmonë që t'ju jap diçka nga ana ime, t'ju dhuroj diçka, dhe shpresoj që në ditën vazhdim të takoj sa më shumë prej jush, të rastisim sa më shumë, se më kanë shkruar shumë goca që më shohin nëpër Durrës, dhe kanë pas turp më flasin. Unë nuk e di pse keni turp, se ajo është shumë gjë e bukur, domethënë, sidomos për mua herë është akoma më e bukur, sepse ju më shihni dhe paka shumë më njihni nga vlogjet që bëj, ndërsa unë nuk ju njoh dhe unë kam shumë qejf t'ju njoh, kështu që nëse rastisim në rrugë, më flisni pa pikë problemi, sepse jam shumë njeri I dashur, jam shumë njeri, ndoshta dhe mund dukem se gjithmonë historikisht, si në shkollën në nëntëvjeçare, si në gjimnaz, gocat dhe njerëzit që nuk më njihnin realisht, I jepja të përshtypjen sikur isha një njeri me shumë mendje madhe, shumë pak kështu si e sert, pak si serioze, po është komplet e kundërta. Unë jam as mendje madhe, nuk jam as serioze, nuk jam as e sert. Unë madje kam humor dhe nuk mund të them mirësi, se ngjan si keq, ngjan sikur po lavdroj shumë veten, po kam energji pozitive ndonjëherë më shumë se ç'duhet. Kështu që sa herë më shihni, më flisni, se do kënaqemi. Tani, këtë vlogun unë po e mbyll për sot, jo vetëm për sot, po ta mbyll komplet vlogun, siç ju thash do e editoj dhe ta postoj nesër. Nesër është e diel, dhe po nesër do hap vlogun e ri. Dhe këto ditë do kemi ato 2 sfidat që do të thënë ato 2 idet për video që më keni kërku, që do bëjmë 24 orë po për motrën, domethënë do I them vetëm po kjesit, dhe do ju tregoj sa harxhon një çift në javë ose në ditë. Nuk e di, më shkruani poshtë, si doni ta bëjmë këtë sfidën për një ditë, sa harxhon një çift, domethënë një familje e vogël siç jam unë, Lori dhe çuni, apo për një javë. Kështu që më komentoni dhe unë patjetër që do ta bëj. Ika, natën e mirë, sepse edhe vetë po më zën gjumi, u lodha në fakt se borna darkën, rregullova çunin, rregullova Lorin çfarë donte Lori, dhe tani jam lodhe mbo telef. Kështu që natën e mirë, ju puth fort, dhe shpresojmë që shumë shpejt të bëjmë 1000 subscribe, që të kemi dhe video akoma më të bukura dhe dikush për jush të marri këtë dhuratën. Natën e mirë, ju puth fort, ciao!